për ne shtrajtojnë rrymën 35%. Rrymën, unë këm punu 35 vjetë, i marrë 120 euro penzi. Në punë të shtetit, 10 antarë jena, pasha zëtën asë një kënë se kena. Punë shtetit ka pak punojnë privat anik nena që kështu, anik nena e qëto ju kisha lutë edhe qeverisë, edhe anena kënena më quen pretesta, e me bu nej pretest, po edhe ma kesh, pa ata dësta duhet mi ditë që populli është në krizë, me 100 euro që bëjnë. Po sa po mëni mja dalë me këto kushte? Po, me 100 euro pension? Jo, po tash, do më thonë, kjo është veç me thonë, që me nëllë mësë me ne rritë, këtë, do më thonë që të anik nena, edhe duhet me dalë, më lohë straj, unë straj, po të që aty e bom lafpore, me dalën pretesta, më quë me dalën pretesta, për rrymë, se për tjetër sen, tjera sene jënë mirë, bëllak jënë tëna. Anik nena, që tash kanë thonë edhe senet, ne për ushqimëret me i shtrajtue, anik nena, po mirë, po, dhe të bojnë qka dënë, veç rrymën me ne lirue, se jemi shtrajtue, po në bëtë nuk ka ma shtrajt se këtu. Përveç rrymës, qa kështë ndryshu tjetër në këtë vend? Për tjera të bolet jemë mirë. Qëre, unë jem shtraj me vetë vendësjen, me kurtin jem. Edhe sholla bëhet mirë. Ndo këtë ka pënue, këtë gja mirë ka pënue, se kjo ka pas pak pështjelt, ja kanë lonë ata dëstat pak pështjelt, e ka regullue pak, për mdo këtë e ka regullue, unë vëtën ja kom lonë, i sholla si të në dhe kësi hëvi, dhe të formuhet qeveria, është pak në pyetje që aty, edhe ma mërmenja që mirë, se jo, populli, na mërnue për në mirë, se me hore me pi po kena bëllë, i ka quë zëtë, i ka quë për e një tëna, po knasin e mje vetë s'ka dhe qka. Pse s'ka knasi? S'ka knasi se e na bu qaj popull, pse une po menej veç për veti, për ty s'po menej. E të na knasia qaj është, nuk është e mirë, për pora, une moj men luftën e 2 botnore. Atëherë, kur jena këthyë për luftës 2 botnore, u ko një farë knasie, men gjithë prismi, më u bo laf, e më u bo në mje veti, janë tash, në përëda të edin, nështë odat në rishmi në përëda këtë ne. Qa bëjshi në përëda? Bëjshmi laf. Një bëjke laf, tjetë e ngëshmi. Edhe e marrë ke lofin e tjetëri, anë kënena. Mas luftës 2 botnore, kur jena këthyë, jena konë, une, nështë ja ke një zonën Samadregjë. Jena konë, të vështrejate. Atje, këna ne 2 muaj ditë aty, kur jena këthyë pasha zëtën, 3 ditë bukë s'këm fos në humër. Edhe jena rritë, qysh jena rritë na me do fareso, për diku na i bom do sene ka paka një kënena, po mirë, po knashtia në mje vetë, u konë me mirë nivel, u konë. Tash, në da s'ka, telefonat duelen, që ta telefona për mua së më kanë pëlqyë heqë. Te a përdor telefonin? Gjithë ditën e lume, jënë do qikat djallit, jënë do qikat mija, në ipat, gjithë ditën e lume telefonin në vesh, një laf mrena në kuzhinë, s'po mujnë mi bo. Duhet me bo një laf, me bo një derte, me bo një vlazni lake, një kojshie, miku e doste, me orda një kënena, me bo laf, tash vesh në për kafe, që shtu, në për shosni më uanë, që shtu se tjetër se pa zhazëtën canë. A kina i shok? A kina i shok? Shok? Që ata 3 qëri, ku jenë që ata 3 që ati. Me që ata rri gjithë ditën, thuj se ena në për kafe, ka pak në i kafe, kur tu në gjash aty, po duhet mi pagueni, se tavolinën kur të nëzënsh, duhet mi pagueni, se une jetoj që të në po djevë nga të kom, une bojmë edhe qaj të shpia, pi edhe aty qaj edhin, po një qaj duhet me pi, se i duhet si me andon tavolinën s'ka qef, se duhet me pagueni. E bolit, mirë është puna, du më honë, ma se Amerika në ka ndërë, edhe zëti në ka ndërë, Amerika. Pasha zëtën mësë me kanë konë Ibrahim Rugova. Atëherë në atë kohën e tina vallohe nuk ishe të qëtu, asune qëtu sishmi. Ibrahim Rugova e ka regullu vllahun e kompas në Amerikë, që mësë më të më ka dekë 102 vjetë karnue, edhe vi mas lufte u konë, 2 herë,
Pasha zëtën, tha Ibrahim Rëgova, tha ordë atje, ka thonë Amerikës, qërë shka. Serbia po këshyrë me mësëlmue, unë se jam i zëtë se s'kom pakat, s'kom tenka, ushtëria, s'kom arma, s'kom. Po të me mësëlmue, edhe Amerika i qoj gjinjën, anik nëna lufta u bo, se po u bo luft, Amerika s'munët me ndërhije, me këshyrë. Mas e hini e na pështoj, ka bo zullum, kjo Serbia. E tash, këta s'ka pasyje me pranu e hecë, me Serbi, me thonë qërëqa, Serbis, me thonë, Serbi, tim ke my, tim ke pre, grohe, fmije, anek, nena, nuk për hjen dialog me ty heq kur. Edhe ti je i furt, tu jem i lig. Anek, nena, po këta hinë nësi, jenë të e punu edhe me Serbi, jenë të e punu e pasha zëtë. A e ka në ushtrite? Në ushtria e ka? Po. Ushtrinë e kumë lo në Beograd. Në dhëme e kumë lo ushtrinë. Pasha zëtën bolit, këta jenë e kanë lidhjen shumë. Jenë me Serbi për lidhjen punën anë e knena me Serbi, që unë e Serbinës duhe me po me syja e na ka pre, fmi ka pre, hej, fmi dvëgël ka morë, ja ka morë 90 vetë, pe atyt ka njëre vojë mërthen. Edhe, po, dhe të punuen që shdojnë, do qka kanë punue jenë, ku me ditë ku jenë ata që i kanë bodë krime, dhe foqet zeza anë e knena, në një veti, shqiptarin me mytë, se duhet mi quë mirë se kje jetë nuk o kur gjë. Rënën 70 vjetë, 80 vjetë, që unë 85 vjetë për i bëjmë me 30 mars. Po edhe qështu, edhe bolit që të, ma njëna spiqujnë. Një njeri me një jetë të pasur e të mbushur me përvoja të paharueshme. Ka kaluar një fëmijëri të lumtur dhe pse kushtet e mira nuk ka pasur. Pavarësisht mundësive të pakta, ai ka arritur të krijojë kujtimet të bukura. Ka shijuar momentet e thjeshta dhe duke vlerësuar gjithçka që ka pasur. Kalimi i viteve nuk ka qenë i lehtë për të. Lufta, periudha më e vështirë e jetës së tij, ka lënë pas trauma të thella. Dëshmitari i tragjedive të tmerrshme ka parë me sy të tij si u vran fëmijë të rritur, duke shndruar atë në një person që ka njohur dhimbjen e thellë të luftës. Kjo periudhë e rënd ka shënuar një pjesë të madhe të jetës së tij dhe ka lënë pastoja që ende i ndjen dhe sot. Duke arritur në këtë moshë, ai shpreh shqetësimin e tij për kushtet që ofrohen në vendin e tij. Ndryshe nga e kaluara, kur ai kishte më shumë shpresë për të ardhmen. Tani, ai nuk ndihet i kënaqur me gjendjen aktuale, duke reflektuar me ndryshimet që ka kaluar shoqëria e duke shprehur shqetësimin për brezat që do të vinë.